3 shqiptarë të përfshirë në veprimtari kriminale si trafik droge dhe pjesë të organizatave kriminale janë ekstraduar në Itali. Operacioni u krye fal bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës, duke çuar në dorëzimin e shqiptarit Albert Koni dhe shtetasve të tjerë me iniciale RA dhe AF. Si rezultati i koordinimit të veprimeve operacionale ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës, u finalizuan procedurat për ekstradimin nga Shqipëria në Itali të shtetasve shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar për llogaritë të Italisë. Albert Koni, 51 vjeç, pasi gjykata e Torinos në vitin 2025 e ka dënuar me rreth 4 vjet gjysmëburg për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve. Gjatë vitit 2017 ai ka shitur lëndë narkotike kokainë në ambiente publike në zona Tarona dhe Novara. Personi me iniciale RA, 21 vjeç, pasi gjykata e Milanos në vitin 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike kryer në kuadrin e organizatës kriminale. Ai akuzohet se gjatë periudhës 2022-2024 ka qenë pjesë e një organizate kriminale që ka trafikuar në Milano sasi të mëdha lëndësh narkotike. Personi me iniciale AF, 39 vjeç, pasi gjykata e Gjenovas në vitin 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg, sepse akuzohet në kuadër të operacionit Cook 2020 të policisë italiane për trafikim të lëndëve narkotike dhe armbajtje pa leje të kryera në kuadrin e organizatës kriminale.